Për të dytin vit me radhë u mbaj turneu Memorial Fatmir Morina. Pjesëmarrës të këtij turneu ishin grup moshat 14 dhe 15 nga klubi futbollit Gjakova, i cili njëherët është edhe organizatori i këtij aktiviteti sportiv. Ndërsa mysafir ishte klubi i futbollit Flamurtari nga Vlora. Të pranishëm ishin edhe familjarët, të cilët thanë se figura dhe kontributi i Fatmirit ponderohet nga këta talent të rinj. Është shumë derë i madh se na kanë respektuar, na kanë nderuar dy ekipet, si Flamurtari nga Shqipëria, që kanë marrë një mundim shumë të madh për të ardhur në Gjakovë, për të nderuar turnerin Fatmir Morina. Po ashtu edhe klubi Gjakova na falenderoj që ka bërë një organizim shumë të madh. Kontributin babai ka jap shumë për klubin Gjakova dhe edhe na do të mundohem që të ndihmojmë klubin Gjakova me gjithë ato mundësi që i kemi, por babai ka qenë i veçantë. Ky turnej tregon që marrëdhëniet mes klubeve shqiptare janë të mira nga vetë fakti që dhe vitin e kaluar kanë qenë të ftuara klubet Tirana, Presheva, Shkupi dhe Vllaznimi, ndërsa këtë vit na ndron pjesëmarrja e talentëve të rinj të Flamurtarit, kështu tha kryetrajneri i klubit të futbollit Gjakova, Gëzim Daka. Ai njeri ka dhënë shumë për klubin ton dhe mundësia jonë si të shpërblet është kjo, që as shumë e ka dashur futbollin edhe ne do të jesh problem me futboll, me talenta të ri, do të jetë turne që do ta mbajmë vit për vit. Nuk do të thotë që sot na ka nderuar Flamurtari i Vlorës, një klub me emër të madh në kombëtar, po në të ardhmen do të kemi edhe klube tjera. Nga ana tjetër, kryetrajneri i klubit të futbollit Flamurtari, Fatjon Malaj, tha se është kënaqësi kur me sport nderohen ata që kanë dhënë kontribut në sportin kosovar. U jemi shumë mirënjohës, u jemi shumë të emocionuar për këtë pritje, për këtë madhështi që po tregojnë në këtë eveniment. Përveç se sukses nuk do të kenë asnjë lloj gjëje tjetër, sepse këtë tregojnë edhe miqësitë që po tregojnë me njëri tjetrin, futbollin që do tregojnë aty në fushë dhe gjithçka që ka të bëjë me futbollin. Në vitin 1963, Fatmir Morina u bë antar i klubit të futbollit Gjakova. Ai luajti për 13 vite në këtë klub, ndërsa në vitin 2004 ishte edhe kryetari i këtij klubi. Përnder të kontributit që dha në futboll, u mbaj turneu i dytë Memorial Fatmir Morina, ku ndan edhe kupat për ekipet që treguan suksese në lojë.